A beson në përgjithësi femrat shqiptare këtu në Zvicër që janë të pavarur? Apo beson që ka nevojë për ndryshim në të ardhmen? Nuk janë të pavarura. Jo? Jo. Në krahasim me tjera nacionalitete? Nuk i njoh në nacionalitetet e tjera, por dua të flas për femrat që njoh. Dhe çfarë i pengon që janë të pavarura? Çfarë i pengon? Çfarë i pengon? Po shumica thonë kam e rrit fëmijën. Po mundohu dhe me rrit fëmijën edhe me punu. Sepse ka disa opsione që ti mundesh me punu dhe në shtëpi. Arsyeja është rritja e fëmijës. Rritja e fëmijës dhe ka dhe shumë që thonë jo po burri kështu, jo po unë s'mundem me shku me punu tetor sepse s'ka kush me ma bë bukën njërën tjetër, nëse je një femër e shkallë, thotë mendoj se mundesh me i bë të gjitha. E tash sipas teje, si mund të jetë një femër e pavarur që është ndoshta se lejon burri apo për vërtet të rrit fëmijën? Ti si e këshillon që të jetë e pavarur në këtë rast? Në rastin që burri se lejon apo në rastin që duhet patjetër me unajt fëmijëve të koka për me i rrit? Si e këshillon ti? Tani, unë jam e mendimit që edhe fëmijën duhet, sepse përdesa e ke sjell në jetë nuk të ka kërku fëmijë aty, me sjell në jetë e ke sjell vetë. Po. Duhet të kujdesesh edhe për fëmijën, po ta gjesh edhe një opsion të dytë që ti të punosh në shtëpi, të kesh buxhetin tënd, dhe mos ti je varur gjithkohon ti kërkosh lek burrit. Okej. Po nëse burri se lejon si e këshillon këtë rast? Jo, unë s'mund t'i them të ndahet. Tash kjo është ideja, se ka burra që se lejon. Përdesa e ka marrë ajo, e ka bëhet zgjedhje. Atë po them se ka dhe burra që realisht unë për vete jam nga ata tipat. Unë për vete jam nga ata tipat, mund t'jem tip i gabuar, por jam nga ata tipat që kam më dëshirë që të rritet një familje shëndetshme se sa të kem pare. Unë, personalisht. Nuk e vlerësoj paren si pikë e parë. Po, parja është e nevojshme, po jo domosdoshme. Jo domosdoshme. Atëherë, nevojshme është patjetër. Të kesh parë që të jetosh mirë, të kesh të ardhmen e fëmijës të sigurt. Po, bravo. Bukur. Ama personalisht të jap më rëndësi rritjes fëmijës të rritet mirë dhe tamam siç duhet, se sa të kem disa pare pak më shumë se sa ndoshta. Edhe unë jam rritur në një familje që më kanë dhënë kulturën që ta trashëgoj te fëmijët e mi. Bravo. Dhe unë kam me ndjek këtë. Bravo. Dua të jem e fortë për fëmijën, për prindrit e mi, që i kam shumë të shenjtë sikurse i ka çdo kush. E sidomos për babin tim, se kam edhe pse jam në emision e kam pik dobët. Ashtu e? Po sa ashtu ka kalu diçka dhe është shumë i fortë. Si e ka emrin babi? Xhafer. Xhafer. Ku është babi? Në Përmet apo në Tiranë? Tiranë. Në Tiranë. Përshëndetje. Zotri Xhafer, përshëndesim unë edhe Marashi edhe Ola përmes emisionit ton, dhe inshallah je mirë dhe me shëndet të plot. Se e shoh Olën që u emocionohet tash. Po. Ola, mos u bëjmë emocione tash se e përshëndesim babin e gjithë familjen tënde. Vazhdojmë tek suksesi, Ola. Tash ti studio jote ke menduar ta bësh brand këtë studio? Po, kam qef ta bëj brand, kam qef të afrohem afër Cëriut. Afër Cëriut? Po. Jo brenda në Cëri, ama afër Cëriut. Edhe do hapësh disa pika apo si FL. Po. Okej, bukur. Ke punëtore, punon vetë si funksionon? Unë punoj me kunatën time, është Nuse Vllajti, Lindita, edhe ajo ka 13 vjet që merret me thonj. Bukur. Tashi mirë që të kaloj emocioni. Po, më kaloj, vazhdojmë. Unë të përgëzoj për këtë lidhje me babin, pavarësisht se në çfarë situate mund të jetë gjendja, por unë të përgëzoj ty dhe çdo njeri dhe çdo femër dhe çdo mashkull që është i lidhur emocionalisht dhe e don prindin dhe respekton prindin. Absolutisht. Për këtë unë të aja përsëri ngjyrar trokitje, Ola. Se ka njerëz që jo që shajnë, po s'dojnë me ditë hiç. Edhe është diçka për mua prindi është për mua prindi është primar.